Mëngjesi dhe mirë se vini në një tjetër video timen. Shtun është mëngjesi atsart, ka shumë ftohtë jashtë. Ne vazhdojmë të jemi të bllokuar në qik. Edhe Biancën kemi vënë këtu. Mami do hash qik cornflakes ma? Okej, hajde ulu. Ndërkohë Mario po na bën kafe të ndej. Edhe presim të vi Mario, të pim kafe, o bobosa të bllokuar që jemi. Unë më është bërë plag këtu, nuk dallohet shumë. Po më dhëm vdiqa, e blokuar po, dalloni nga zëri. Kështu që, hello janari, do vdesi me grip më duket. Luft për të dalë nga shtëpia, një derë lufte, që të them. I kam buzët shumë të thata, harrova të marrë atë zbucin. Tani, sot neve jemi në gjëmim. Gjëmim? Që ishë? Gjëmim. Gjëmim? Searching në kërkim. Në përvëlim. Ama se ju nga jugu e thonin po gjëmoj këtë. Ka thënë njeri atëre një djalë nga jugu. Kush, O i qepemi këti murit, tha. Kush e ka thënë? Një djalë që punoj unë. Thash se e gjim Nga Saranda. O zoti madh, i qepemi, O i qepemi. Nëse si fillim do ikim te Mark & Spencer, shpresoj shumë dëgjojmë gjëra për Biancën. Jemi për Biancën, për Marion, po se di pse dalin gjithmonë gjërat për mua pastaj. Por që unë po gjeta në një pullover kështu siç puna, siç kam këtë, po mendoja në një të zezë, në një të kuqe. Ec Mario, ikim. E vure postkodin? Po le se jemi. Kam burin kështu. Mapagji. Shtu. Si fillim kemi Mark & Spencer, sepse përgjithsisht rrobat Biancës ja marrë te Mark & Spencer dhe ka pas, jo përgjithsisht, po marrë shumë gjëra nga Mark & Spencer edhe ka cilësi goxha të mirë, që lahen edhe mbahen shumë mirë. Por që përveç kësaj do shkojmë edhe tek Sainsbury, besoj, Morrisons dhe marrim gjitha me radhë. Mama. Hajde mama. Deri tani këto gjërat kemi marrë. Jo shumë, po ishin me ulje dhe gjeta te Tesco. Mark & Spencer as edhe një lloj gjëje. As edhe një gjë. Siç po thoya, tek Mark & Spencer nuk ishte asnjë gjë, o ishin bebeve, ose ishin gjëra pa lidhje. Një fustan na pëlqeu atje, që ishte diku te 6 pound më duket, 7 pound. Mirë, po nuk e pëlqeu Biancës. Ashtu që tani po mendoj që o të ikim të ham diçka, sepse kemi një 2 javë që kemi qenë smur në shtëpi edhe t'i japim çik vetes luksin që të ham një gjë. Bianca në gjumë. Ta këtu. Ato tutat. Jemi te Tike Maxi, po i marrim ca tuta Marios. Pëlqejnë ty ato? Qa në masë ja, se më duk se ishte 2XL, 3XL që i ke shumë të mëdhaja. Lëja, meri një ato se më pëlqejnë. Ha? Si thua? Mbaj njërë dhe shif. Do ma provës, shofim dhe hudit që janë atje. Ha më ndë do. Mos e ishtë çmimin. Mua më duket sikur e ketë çik të madhe, Mario. Me qa vishet jo? Me qa vishet ajo, ja, ashtu si që i veshur tani. Shikojnë qik se që ka një bezh aty. Telefoni jote? Mua më pëlqejnë, po duhet gjetur në një gjë tjetër për t'i kombinuar. Pëlqejnë ty? Me qa vishet jo pshem? Për shembull, me një kështu hudi, po në ngjyrë tjetër, jo këtë që është zbardhur. Ti bleve këto më? Po, provo dhe tjerat. Domethënë nga tutat shiko këto dhe tjerat. Pjata bare Biancës, që janë makarona crispy, që janë bërë si tip patatina, që janë shumë të shishme. Bianca se ndryshe nuk ridot. Me kastravec edhe karota, që karotat pa e hajmë ne se nuk i ha. Kjo është pizza e Mario, e Marios unë e Biancës, që është kështu si mace. Mami, do you like your pizza? A mami? Looks like matcha. Kjo është pizza ime, salata, pizza Marios, edhe Mario që po pastron një gjë që hodhi Bianca në tokë. Edhe na bëf të mirë. Edhe mia Mario që po paguam parkimin, edhe tash ikim te ascensori. Po mbuj bimamit. Yeah, I'm doing the egg. You're doing the egg? Yeah. Po qëron vezën që do ha unë. Very hot, mommy. It's very hot. Mashtruese nxorra nga frigoriferi.
Mario iku në një fest që kishte me një shokun e vet të punës, ka do pa organizonte ditën e iku dhe Mario. Për vetë edhe për Biancën, dite që është brënda njërin me vezë që nuk e ha Bianca, po e ha unë, tjetra është me salcice, do e haj Bianca të me salcice. Dhe përveç kësaj ka dhe ca bizele, ca gjëra të tjera Bianca. Unë atë më del më mjafton edhe kaq. Bo. Nuk e di pse, po kjo roza vërtet shumë provokuese. Shumë. Merin që nuk është se kisha ndonjë ndjesi të veçantë për të. Po më pëlqen në shkreta. Është vërtet kështu impulsive. Po ua, je njëri i keq e tha ky. Ua! Dëgja se duhet të la shumë të ajo. Këtu kam bllokun tim edhe kam vendosur se çfarë kam plan të bëj gjatë gjithë javës, edhe këtu po shikoj çfarë të marr. Ishte një qese një kilshe. Arra të pathyera, kokër. Do? Mund të bëj një ditë pull me arra. E bën dot. Po mos i se bëj. Okej. Mi marr mamit recetën. Këtu është plani jon javor. Pull Që qa do ham? arra. E ke këtu në brapshtere. Pull me arra. A, do që ti blem ato arrat? Po do I mi blem. thyesh ti? Po do i thu, po kush e thon arrat? Po i thyej dhe unë, po ku ti thyej, unë jashtë nuk dal. Un jam the nutcracker. Je nutcracker. Qa do tjetër? Miell për të bërë buk kemi. Buk, do bësh buk. Sot jo, do më do bëj të martën që jam në shtëpi. Sot kemi, do bëjmë groshën, apo jo? Duhet i çik buk. Duhet çik buk. Është ditë e re, kemi dritë dielli, nuk kemi diell, po kemi dritën e Zotit. Edhe mendova t'ju tregoj çik çfarë morëm dje. Oj tujdos! Të gjitha këto që kam marrë do vjen direkt poshtë krevatit në një nga ato kontenjerët që kam unë. Edhe janë vetëm për të përdorur vitin tjetër. Këtë vit nuk preket. Më kur them vitin tjetër shtatorin e mbrapa, domethënë kur freskohet koha. Kështu që këtu kemi 3 palgeta për Biancën, gri errët, bardh edhe këtë kuqe. Filloj me këto bluzet, që është 1, 2, edhe një 3. Janë të treja këto. Këto sa bën këto? Këto bën 6 pound. Princess, mommy. Yes, you are a princess, my mami. O shpirti mamit. Një bluzë tjetër që kam blerë dhe më pëlqen jashtë mase shumë. Është kjo, është një material e që but. Sa bëri kjo? 6 pound edhe kjo. Edhe shikoni çik që është kështu. Me këto 2 ferit shumë e lezetshme. Një bluzë që mu unë e pash dhe më pëlqeu jashtë mase shumë ishte kjo këtu. Shikoni sa e lezetshme është edhe kjo. Po kjo, edhe kjo 6. Këto të gjitha e kam marrë tek Tesco. Tani, pash këtë kostumin e tutave, është super i madh për Biancën, sepse është 7 me 8 vjeç. Më po më pëlqeu shumë, edhe ishte 8 pound, edhe thash do ta marr, sepse 7 me 8 mund ta veshi për jo këtë shtatorin tjetër ndoshta, le të rinë çik i madh shull, siç e kam qef unë, kështu si oversize, le të themi, por që më pëlqeu shumë, është me stitchin, edhe me këtë shokun e stitchit që as emrin s'e di unë. Edhe këtë e ka si kukull, këtë se ka, do t'ja blej me sa duket. Edhe yes, kemi këto. Ose ndoshta mund t'ja bëj dhurat në një kalamani që është më i madh, po nuk di të kemi në një të madh 7 me 8 vjeç në fis. Kur them fis, them familja vogël. Edhe këtë fustanin që mua pëlqeu shumë, ky është i holl, është fiks për verën këtu në Angli. Është i zi siç e kam qef unë, edhe mund të vishet me një nga ato getat. Itë nail. Edhe kjo. Tani të gjitha këto rrobat e Biancës, që nuk është se janë kush e di se çfarë, sepse un kam sërish nevojë që të marr tuta apo pantallona apo stretch e gjëra të tilla, më kanë bërë 37 pound. Aq më duket, 37 pound. Mua më duket një çmim fantastik me të drejtën, sepse janë gjitha këto me një çmim super ekonomik. Kam porositur dhe ca gjëra nga HM-ja. Pse i porosit? Ajo them tani, ti çoj këto në vend. Isha dje lart edhe i thash Marios,
Qa do të sjellën ty që të veshësh një paltuta, një hoodie, zakonisht kështu dalim nga shtëpia. Edhe, po më tha, si ç'a dush ti. Shikojnë gjitha tuta të pushalitura, në një cep të grisur, në një cep me njollë, se ka lyer ai, ka lënë një cop njollë dhe nuk i ka hedhur. Po kur të them të gjitha të vjetra të shkatruara ma shpifën, e thash ore Mario, po ti s'ke? Ka more plot, tha unë. Asnjë gjë s'ishte hajër, kështu që i thash do blejmë tuta për ty, sepse ishin vërtet shumë të shpifura, nuk dilje dot nga shtëpia. Hajde të trish në shtëpi me ato, është okej, po të dalësh jashtë, ishin aq të coptuara, para zot ishin aq të coptuara se s'ka ku të shkoj. Kështu që blej Marios ca tuta, do më dy palë jo shumë. Po ti po marrë tutat e mia ti me? I mora tutat tua unë. Morën këto më pëlqyen mua, janë shumë të bukura. I besoj se i kam parë duke i provuar ti. Është nga ky materiali me push brenda. Këto e morëm 20, 24 Mario? 20 duket. 20. Tutat e Marios, domethënë këto gjëra që do t'ju tregoj tani, kemi marrë në TK Maxx. A këto janë 24. I kemi marrë në TK Maxx dhe ishin tek pjesa e clearance. Si veshën tani? Jo, do lahen. Ço po thua më? Do lahen, nuk vishën këto. Wow! No, me në infekcion në një gjë. A vashti met. Po i le gocës, le mia, pse mos le tuja tun. Çfarë ku ka Po infeksion? si ke flokët. Përshëndetje. Përshëndet, kush është smurture? O zot, ajo video është tu. Nëse morëm këto tutat, më pëlqejnë shumë ngjyra. Çfarë i pëlqyen Marios te këto tutat, do thoni ju? Ha? Ju pëlqyen xhepat. Xhepat sepse ka xhepat më vënë të thellë, shikoj sa më hyj dora mua, o zot. Nëse këto tutat i morëm. Tani çmimet tek TK Maxx, kush jeton në Angli e di që thot nga 130 pound është bër 20 pound, nga 170 pound është bër budalliqe. Këto ishin 24 tani. Këto janë një ngjyrë jeshile e lezetshme. Jesh mama, edhe këto shikon shiksa. Shiko vërtet sa më hyj dora mua. O zot, prandaj do Mario. Pa. Zemre mami. Daddy's tuta. Can you say tuta? Tuta. Bravo mami. Këto, edhe këto janë të thjeshta, me një elastik në fund të këmbëve. Këto do t'i fus për të lartë tani. Edhe këta. Gjithashtu mori edhe një palë pantallona për punë, sepse na pëlqyen shumë, të ishin të polos. Edhe ishin vetëm 20 pound. Kështu që 20 pound nuk është se ishin keq me thënë drejtën. Edhe mori edhe këto, që edhe këto do futen për të larë, i rinin shumë mirë, janë elastike qik, që do thotë të ri edhe i rehat. Tani këto të treja morëm për Marion, dhe unë kisha shumë kohë që kërkoja një bluze, si puna e kësaj këshu e madhe i gjërë që unë e vesh si për me strejqë dhe iki, dhe mora të kuqe. Kjo ishte me prat në clearance edhe kjo, 24, shiko, thot nga 85 pound, që opse e fokuson kamera, në 24, budalliqe. Nëse të mund të ketë bërë kjo, sepse është, që është kjo? French Connection, se ja kam i den. Ndoshta është e mirë, digjo. Edhe është kështu. Kjo vjen si fustan, se e provova. O, Bianca, që ke bërë këtu poshtë? Shkena Mickey Mouse në vdiqe. Vjen këtu poshtë. Edhe ishte shumë e lezetshme. Edhe për këto ditët e ftohta, kur ti ikën në punë, edhe me një varse lartë. Nuk e di janë fiksuar këto kohë tash me këto bluzet e gjata me streqe, me një 2-3 varse kështu, edhe me çizmet e thjeshta që kam, ato të zezat, një palë kam laj thaj. Edhe ç'a tjetër, edhe një pallto sipër duket shumë e bukur. Problemi është që këtë nuk e vesh dot me pallton e kuqe, sepse kuq do duket shëmtuar. Po e vesh me pallton që është e zezë me të bardhë, ose e vesh edhe me të kuqen, po vën një shall të zi apo një gjë tjetër. Kështu që këto ishin të gjitha rrobat që blem dje. Kam bërë një porosi pak të majme në HM. Të gjithë ishin clearance. Përfitova më duket dhe 5-10 pound ulje një gjë e tillë. Kështu që në total ishte diku te 130 ajo. Por kam bler shumë gjëra për Biancën. Kam bler hoodie për Mario, një 3 ose 4 bluze. Aty do shikojmë nëse kemi dëshirë t'i mbajmë apo duam t'i kthejmë, sepse nuk është e thënë që mund t'i mbajmë se s'bën. Këto i pam, na pëlqyen, i morëm dhe nuk kemi plan t'i kthejmë. Kurse ato që do më vinë nga HM-ja, shpresoj nga java tjetër tani, nuk e di. Do jenë të lezetshme. Kam marrë, siç thash, ca hoodie, prap një 2 bluze për veten kështu, që ndoshta t'i vesh edhe me xhinse ato, se janë më të shkurtra, nuk janë kështu të gjata për streqe.
Edhe kaq. Tani ne po bëjmë gati, do shkojmë tek Lidli, sepse do bëjmë domethënë te Lidli dua të shkoj për një 2-3 gjëra, pastaj do shkojmë te një kasap të marrim mishin. Kështu që kemi këtë xhiron shpejt e shpejt tani për të bërë. Pastaj do vim në shtëpi, do filloj të gatuaj unë, do merremi me gjërat që do bëjmë gati se nesër shëhan unë do iki në punë, Bianca do iki në Kopës, Mario gjithashtu në punë. Po Mario po merret se ka disa emergency tek puna dhe po merret në telefon dhe abobo, ka që dje na shkatroi trut. Edhe kaq. Na iku goxha kohë duke u marrë, sepse mbasi blem ato gjërat që blem tek Lidli, shkuam te kasapi. Mirë po, kasapi e kishte mbyllur. Kështu që pastaj u kthyem edhe shkuam tek kasapi Morrisonsit. Domethënë nuk e di nëse çdo Morrison se ka, po ky që kemi neve është i madh, edhe ka dhe kasapët brenda për mishin. Tani, t'ja u tregojnë që shpejt e shpejt juve, edhe duke ja u treguar juve, vëdhe në përvande dhe një rrugë e dy punë. Është mish, po me kocka, ka shumë kocka, edhe këtë bon marrow që ka këtë kockën që ka këtë palcën brenda. Edhe këto do t'i zijej, për të paktën 5 orë, 4-5 orë, edhe pastaj do i marr lëngun etj. Janë fantastike, janë shumë të shëndetshme. Është një ndër gjërat që e bënin mamat tona edhe është shumë e mirë. Kemi marrë mish të grirë viçi, 1 kilogram, unë do ta ndaj në 2 gjysma këtë, se është shumë 1 kilogram një herësh. Kemi marrë një lloj tjetër mish viçi, që këtë mendoj ta pres në fileto edhe të bëj në një mish me salcë në një ditë në një gjë. Edhe kemi marrë këtë kockën e derrit, e cila kemi marrë këtë kockën e derrit, të cilën do ta bëjmë sot me fasule. Edhe përveç kësaj do kemi edhe një gjë tjetër që do bëjmë me fasule. Kështu që këto janë mishrat. Mishi i viçit është i kuqi gjak kur e merr te kasapët, në dallim me vendet që e merr nga supermarketi. Ndoshta nga që rrin çik ndoshta më gjatë në supermarket, nuk e di. O zot. Kemi marr croissant, që kanë shtypur këto sajna 3-6, domate, moll, banane, unë bush edhe kjo me fruta, speca, se më ka kërkuar Mario t'i bëj makarona të ftohta një dite, lakra, 2 kokra, njërën do t'a bëjmë gjellë, kurse tjetrën mund t'a bëjmë sallatë, qep, ara që u thash. Ky është chorizo apo suxuk. Domethënë është i ngjashëm me suxukun, nuk është thjesht suxuk. Edhe fasulet që do bëj sot, do t'i bëj me mish etj. Mirë po në salcën në fund fare do i shtoj çik nga ky suxuku, edhe jep një lloj shije komplet tjetër fasules, që unë nuk di se si t'ja u shpjegoj. Kështu që juve që nuk e keni përdorur si recetë, ndoshta ja u tregoj unë shpejt e shpejt, e kam parë nga një që ka një kanal YouTube-i, por që gatuan në Turqi. Ajo është shumë e famshme në Turqi, ka marrë pjesë tek BBC-ja e Turqisë, me pjesën e ushqimeve, edhe eksperimenton shumë, e ka emrin Refika, më duket se kanali është Refika's Kitchen, një gjë e tillë. Ka 2 kanale, një turke dhe një anglisht. Unë ato turqisht nuk e marr vesh, kështu që shikoj ato anglisht, dhe ka shpesh herë receta fantastike, kështu që sidomos nëse jeni nga Kosova dhe Maqedonia dhe më ndiqni mua, e di që përgjithsisht flisni turqisht, kështu që mund të ndiqni kanalin e saj turk, sepse ka receta shumë më shumë se sa kanali anglez. Mirë, po te kanali anglez, te kanali turk nuk kuptoj asgjë. Ajo jo vetëm që jep receta, por tregon edhe truqe se si juve mund ta bëni gatimin shumë më të mirë. That's it. Djath, pite ka marrë 3, sepse i ha dhe Bianca, i ha dhe Mario, edhe unë ndonjëherë, edhe ndonjëherë në darkë kur dua të bëj një gjë shpejt e shpejt, bëj në një pite në një gjë dhe është edhe më e shpejtë dhe më e lezetshme. Më e lezetshme jo, po është më e shpejtë edhe diçka ndryshe. Edhe duke qenë se Mario si bëj 2 për ditë, ideja është mos shkoj çdo 2-3 ditë, thjesht të shkojmë te Lidli për të bler pita apo ndonjë gjë tjetër. Pitet që marrë në vende tjera, përveç se është 2 fishi të çmimit, nuk më pëlqejnë sepse kjo këtu ka këtë qesë, pitja është një soja, është kjo këtu që ka këtë qesën që ti e hap,
merr pitën dhe e mbyll që pitat të rinë të buta. Ndërsa ato të tjerat duhet ta presësh këtu edhe duhet bësh lloj manovrimesh që të rinë të buta pitat, kështu që prandaj të kemi këto të lidlit. Djathë të bardhë morëm 3, djathë për bjankën 1, qumësht, salcice për bjankën, lëng frutash, është vetëm apple juice kjo. Kof shpule mora 2 sepse kam plan të bëj 2 gatime të ndryshme. Mos gjetë se javës tjetër, nuk ka rëndësi. It's a flower, Mommy. So pretty. Do të them që erdhi ora 4:30, aty kam bërë gati këtë për të vënë rrobat. Zura bukën. Jo, e marrëm nga fillimi. Sistemova gjithë gjërat. Pastrova frigoriferin, ndava mishin e coptova e vura në ngrirje. Ç'a bëra tjetër? Lava domatet i kam vënë këtu për t'u tharë, do t'i vë tani në vend. Vura fasulen, groshën. Ç'a bëra tjetër më? Vura lavatricën, bëra një dush vet, zura dhe bukën, dhe që për momentin e kam këtu që ta mbajmë të ngrohtë. Tani do bëj një 2 pite për vete dhe për Marion, që ti marrim nesër me veten punë, 3. 2 për Marion, 1 për vete, që ta heqet atë si detyr. Edhe pastaj, çfarë do bëj pastaj unë? Pastaj do shikoj bukën, fasulen, gjëra tilla. Tani ky është rapërsi që do marrim me vete, që ka sallatë jeshile, kastravec, djath, salcice, vezën, çik domate anash. E pa pamje moj gruaja, pa pamje moj gruaja. Do janë të treja, tash do t'i mbështjell edhe kaq. Tani kemi për t'u treguar një stilo prezioso. Po se. Po jetë çik majonez, nëse keni salcë kosi, hidhni salcë kosi, ne s'kemi salcë kosi. Po jetë çik majonez që të mos jetë shumë e thatë. Gjithsesi, është domatja që nuk e lë të jetë shumë e thatë. Nuk e le, moj, nuk e le. E qiklaç. Ne kërkojmë për punëtor. Ja ku është punëtori? Shiko. Po si miku ajo pjesa më e rëndësishme. Mos mëre. Zoti ma. Si tallet me mua, pse? Tani që qepa ka marrë një si ngjyrë transparente, nuk është se është transparente, po është bërë, është zbutur etj. Do hedhim chorithon, ose nëse jeni në Shqipëri apo në Kosovë apo gjeni suxhuk, mund ta bëni me suxhuk sepse është edhe më i mirë me suxhuk, sidomos suxhukun ton shqiptar. Tani mbas kësaj nuk është se do ndonjë filozofi të madhe, një 2 thelbinj hudhra, salcë domatesh, kripën, pasaj ta shikojmë me fasulin që kemi atje dhe kaq u bë. Fën mishin me një 2 patate, se nuk do të vija mishin vetëm pa patate, fura një 2 patate të vogla që mund t'i haj Bianca, i bëj patate furre, dalin crispy si e kam bërë të holla fare. Çik shpejt se më ndërpreu Bianca një 30 herë. Ky është turmenik, apo juve i thoni shafran indie në Shqipëri. E kam marrë rënj, e kam marrë të freskët, e kam bërë pure. E kam ngrirë nga ato të ngrirëset në kubet e vogla, kjo është rumbullake, dhe siç është tani hedh direkt tek salca e makaronave, e këtyre fasules. Kështu që duhet shkrihet ajo, shkrihet më njëherë, nuk është se ka saj që është e vockël. Edhe është fantastik, unë e përdor shpesh herë, blej rënjën e njom, e coptoj, e bëj si tip pureje kështu në mikser, edhe më pas e ngri direkt, dhe mbasi ta ngri në copa akulli, e fuse kjo qesja, që si që mora një, tani e fus prap në ngriri dhe është okej. Salca u bë, tani edhim të makaronat. Prit. Makaronat? Te... Hera e tretë që thet të makaronat. Po të vete menja. Sa shpejt, hodhe më qa teknike ishte Kimo? Nuk e themi. Ua, mi vera. Mirë, kam 4 orë në këmë, mund tallet marri me mua.
Ama dhe ti mos bëj kështu bëj edhe. O nene, shko si avudhon. Prita lak çik me ujë atë që ta hedh tu se. Qa me qa dhe la? Me ujë më. Qa uj? Ujë çez më. Ja Kur lagë angli pihet ujë çez, pavarësisht se ne nuk e pijmë. Ja lagë një me shampanjë. Te Mario se. Dale edhe një ndise. Si e beri o zot. Ktu është mishin që kisha. Mirë po, e zjeva në fasule që të merte lëngun, fasule, bla bla bla. Pastaj kalova në pjekje, është fantastik. Thash që i shtova një 2-3 patate se nuk doja të lija pa patate të bëhesh e kot. Ndërkohë, këtu kam bukën që po vjen, e kam bërë në kulaç. Edhe këtu po bëj ca makarona, spaghetti për Biancën, sepse sigur që do haj një lug fasule, pastaj do më thotë jo duam me pasta. Kështu që dan plus që ka dhe patate, këto ishin. Edhe robat që i hapa atje, te kaloriferët normalisht që thanë shpejt e shpejt. Dhe kam 5 orë, pa egzagerim, që jam këtu në kuzhinë, që merrem nga një gjë në tjetrën, laj, shplaj, sistemo, pastro, rregullo. Edhe miku e gjithë bjela kështu. Mirë po, të pres bëhet makarona e Biancës, sa të bëhet makarona do vë bukën, kështu që ja për 30 minuta del se nuk është se kam shumë pak. Edhe pastaj me gati për të ngrënë. O zot. Iku e gjithë dita kështu punë budalliqe. Ja, tani duket sa keq e kam fundën. I bëm gjithë punët, i bëm gjitha gjërat. Shtëpia është e pastër dhe rregullt të gjitha. Kemi vënë çik një film për të parë. Jemi bërë gati nesër për punë, i kemi mbaruar të gjitha. Edhe do t'ju thoja që me kaq po e mbyllim, sepse unë vërtet jam super e lodhur tani. Edhe me kaq po e mbyll, ju puth fort, ju përqafoj dhe bashkë të shihemi në videon tjetër.